gjubra! Shale po si ven! Shëndra, pet, vloma! Ale majko be! Ale majko be! Nele, majka! Ale Farue! Djeme sika! Nuk dohet Mitrovica! Jana sin shajme, traja tona, Mitrovica ona. Hajde kë! Ona i na vlazë bre, kom sho bre. A vloze! Kom sho bre, kolege bre. Me mu kolekti sa... Ba bre, kolege. Kolege bre. Hajde kolekti ata rosi, shizme n'gojt a rosi. Pesa. Ti orë ronë, shizme ti orë dhe. Ti vjena, e unë ja përfimuasi. Hajde. Abja gojer! Ja. Hej, ka dal! Me taksi du me të po të dola nej. Mi deserbijem ju po, hupus të shë. Hypër shtinë, hapir! Hajde po, qënë po jashtë. Në rase e home edhe të si une. Po. Hej! Dajme shqipta shki gjubra! Shale po si ven! Shëndra, pet, vloma! Ale majko be! Ale majko be! Nele, majka! Ale Farue! Djeme sika! Nuk dohet Mitrovica! Jana sin shajme, traja tona, Mitrovica ona. Hajde kë! Ona i na vlazë bre, kom sho bre. A vloze! Kom sho bre, kolege bre. Me mu kolekti sa... Ba bre, kolege. Kolege bre. Hajde kolekti ata rosi, shizme n'gojt a rosi. Pesa. Ti orë ronë, shizme ti orë dhe. Ti vjena, e unë ja përfimuasi. Hajde. Abja gojer! Ja. Hej, ka dal! Me taksi du me të po të dola nej. Mi deserbijem ju po, hupus të shë. Hypër shtinë, hapir! Hajde po, qënë po jashtë. Ebra! Apropo kësaj, sonte I kam dy musafir shumë të veçantë, që I kam prit për vitet të tëra. Ti kem me rrëfimin e tyre dëshmitar të kohës. Andaj, pa humbur kohë, zonja Zotri do të ftoj këtu në studion e Odeonit, zonjën e nderuar Bukurien Imani dhe zotrin e nderuar Osman Krasniqi. Hajde Bukuri, mirë se erdhe. U lutëm. Osman, mirë se erdhe. Si je? A keni mujt? Po. Si je Bukuri? Mirë je? Mirë. Bukuri ku jeton tani? Në Gjermani. Në Gjermani. Në cilën qytet? Mülheim. A në Mülheim? Mülheim. A Mülheim. Osman, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Sonte do të flasim pak për një temë që është goxha e vështirë, po kam dëshirë ta nisi kështu. Ju jeni familja Krasniqi. Në realitet në Grashtic, a janë krejt Krasniq? Krejt. Të gjithë Krasniq. Edhe në Makovs me Edhe Llukar, edhe në Llukar dhe Koljovic. në realitet në Gollak kushtimisht janë shumica Krasniq. Ka edhe gash edhe sop. Sop, po. Edhe sop, si duket nga këto. Po, pak. Shumica janë Krasniq. Si familje Krasniqi, a e dini sa vite jetoni në Grashtic? Se dim, Gjithmonë. Gjithmonë që aty. Prej se u ka njerëzimi, a? Prej Pellasgisa, Ilirisa. Me siguri, po. Familja juaj është familje madhe, a? Bajeg e madhe, po. Po flas, ajo si familje është krejt, Grashtica, po familja juaj e ngushtë kështu. Sa vëllezër jeni ju? 4 vëllezër, 4 motra. 4 vëllezër, 4 motra, mirë. Kemi qenë, tash do kanë janë shku, jemi me prap, jemi familje madhe. Familje madhe. Po. Unë jetoj në Londër përkatësisht me fëmijët. Ti jeton gjatë në Bajeg gjatë, pe 92-ës. Aha, Bukurie, Osmanin Agja. Po. Agja i vogël. Agja i vogël. Se shumë I ri, me I thonë miq.
Përse ta thash az, e zbuta pak me... E po, e mirë shumë. Ju Osman jetoni tani në Londër në realitet. Familja ju ka pas një traditë, sigurisht. Në për vite herët, sigurisht keni jetu me bujqësie, blegtorie, në derisa. Po. Në cilë vit shkove në Londër? 1992-ën. 92-ën, tu pas janë bo një 30 vjetë. Bohën 30 që tash të Që tash, a? Po. Ani e festojmë. Sigurisht. Tash ku përrin ma shumë, anë Londër, anë... Po mundohna paka shumë me da kohën, pak këtu, pak atje. Tash si familje edhe keni hecë, fëmijët e tu janë mjaft të suksesshëm edhe... Mirë. E vetën apo e ndjenë si pensionist akoma, apo jo? Jo, haloj ri. Haloj ri? Mirë shumë. Bukurie, ju thatë jetoni në Gjermani, në Mülheim, nuk e gaboj tani... Një qytet i vogël afër Düsseldorfit. Afër Düsseldorfit. Mirë, edhe ajo pjesë është Vestfalia. Krejta, shumë e bukure. E zhvillume, e industriale dhe... Në cilë vit shkova atje? 2002-ën. Anë 2002-ën. Tani je martuar, ke fëmijë, djale vajza, a veti zgjodh qështu si bo djale vajza tak? Bab gjyshit me i go, 4 djem, 4 vajza, kështu me... A i ke taku gjyshrit, gjyshin? Gjyshin po, gjyshin jo. Gjyshin jo, ha? Gjyshin po. A gjyshin po. Ka jetu deri vona jo? Po, deri kam qene fijume. Kura jo ka ndruje. Deri pas luftës ka jetu? 2001. Osman, gjatë periudës qëndrimit në Londër, ke qenë shumë aktiv në këtë rezistencën tonë të përbashkët, shqiptarët, kështu, aktive e pasive në... Bajege, kemi mundu maksimumin. Ku ke operu më shumë? Do më thonë, fillimisht sigurisht të gjithë e dim kuadrët LDK-s, kejt jemi konë LDK, fillimisht. Jena ma shumë jemi konë me fondin vendlinja thret. Më pas? Më pas, po. A më pas? Ke kontribua të... Kemi mundu. Ke qenë njeri ndër ata që edhe ke ndihmu grumbullimin e... Po. Pasi na e kemi bërë dhe gjithmonë jemi marrë me transferin e të hollav për në Kosovë? Po. Në Kosovë dhe Shqipëri? Për komunitetin shqiptar. Me Kosovë dhe me Maqedoni.